Në aeroport, një baba shqiptar që dërgonte djalin për herë të parë jashtë vendit, I mbante duart në xhep që të mos I dridheshin. Djali I ri, me një çantë shpine dhe ëndra të mëdha, I tha: "Mos u mërzit, do kthehem shpejt." Baba buzëqeshi, por s'tha asgjë. Ai se kishte zakon të tregonte ndjenjat. Vetëm pasi avioni u ngrit, ai nxori nga xhepi një copë letër të palosur, ku kishte shkruar: "Mos harro, biri im, shtëpia nuk është vendi ku je, por ai që të pret." Vitet kaluan. Djali s'u kthye shpesh, punët, jeta, koha e mbajtën larg. Por një ditë, mori një telefonat që ngriti në këmbë. "Baba yt s'është mirë." Ai la gjithçka dhe u nis. Kur mbërriti, gjeti dhomën bosh dhe mbi komodin një letër tjetër. Ishte e njëjta dorë, por e dobësuar. Shkruante: "E mbajta fjalën. Të prita deri në frymën e fundit. Tani shtëpia e ti." Ndonjëherë fjalët më të forta janë ato që s'u than kur me zë. Dhe në çdo djalë që largohet nga kjo tokë, jeton zëri një babai shqiptar që pret pa u ankuar, pa folur, vetëm me dashuri.